Në hapësirën e gjelbër dhe shëtitoren pranurës së vjetër të Bunës, gjithçka ka ndryshuar për shkak të punimeve të nisura për rikualifikimin urban të kësaj zone që lidhet me hyrjen kryesore në qytetin e Shkodrës. Megjithatë, edhe në këto kushte qytetarët nuk heqin dorë nga tradita e përditshme për të kaluar disa orë në këtë ambient dhe nuk shqetësohen nga punimet, pasi shpresojnë për më të mirën nga ky projekt i Bashkisë Shkodër. Puna ka punën e vet, puna është e rrethuar, s'nesa prish puna është gjithmonë është e mirë. Puna është gjithë çfarë do punë si të bëhet, është gjithmonë për mirë. Rruga për me kalu qytetarët e kanë, pavarësisht se janë hekta sola, po do të hekën ata se do të bëhet rregullimi i qytetit, edhe hymja e qytetit. Sipas tabelave aty, do të bëhet zona më e bukur. Po ka më vanu, vanan më bë. Punimet janë duhen base, duhen. I kërkon vetë publiku, vetë. Duhet me gjetë mënyrën që mas me i ba edhe atë tjetrin të mërzitshëm, se ashtu jo të na punë për i herë. S'mund të i bash të na punë për i herë, duhet me radhë. Mara këtu, shka atje, është një perle vërtet, një perle vërtet. Jena tepër të knaqur, me thonë drejtën, se kur se kena pa, unë jam 75 vjeç hyjtash, edhe drejta s'kena pa punime halon këtë vend. Kështu që po bëhen punime, bukur dhe mirë, edhe do me thonë vetëm i diçka, që vetëm ata nëse ai vend duhet, të tunelet e detë u edhe, anelën ka unë anel, do jetë edhe më bukur. Se janë të rrezik me bukur mbole. Gjithmonë kam thonë këtu ai bashkisë. Rrezik me bukur mbola shumë ngushta të kanë lënë. Unë kam nej në Turqi sa vjet, a kupton? Nuk kanë në mrekulli se sa këto, a kupton? Nuk ka nej, anë ka budur shteti, sa 70 vjet e normal, po Shkodra është e bukur. Shkodra është qyteti më i bukur, më lesa rondën e lev, lorën e lev tana, Shkodra është e bukur. Vetëm se ka pas nevojë për dorë. Jashtëzakonisht mirë se presim se po bëhet diçka. Se tash s'po thom 30 vjet, po s'është bën kur për Shkodrën. Kjo që po bëhet është diçka tepër pozitive. Kena vend ku me shëtit boll. E ku me qëndru boll. Kur shohim se ç'a po bëhet, kënaqena. Mirë se na jena të vjetër. Po ulam diçka, po mes diçka për pasardhësit tanë. Edhe Shkodra po ndryshon faqe. Për ditë. Investimi për hyrjen e Shkodrës nga rreth rrotullimi i pranurës së re të Bunës e deri te rreth rrotullimi i bypassit pranë godinës së gjykatës së apelit është ndarë në 2 lote. Loti i parë që përfshin edhe muzeun e lundrimit nga Moloja në drejtim të Baqallëkut financohet me mbi 2.465.000 euro. Loti i dytë nga ura e vjetër e Bunës deri te godina i gjykatës së apelit, që përfshin edhe ndërtimin e parkut ligatinor, financohet me mbi 5.133.000 euro.